Përshëndetje more, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për intervistën që po jep në drejtimin tim. Çfarë mund të thuash diçka për karrierën tënde? Për karrierën time ka shumë për të thënë, sepse kam filluar që në moshë të vogël dhe t'i zesh gjitha me radhë ato nuk përfundojnë, nuk mbarojnë, e kupton se janë shumë. Po kryesisht me artin. Kryesisht me artin. Që në moshë të vogël, që kur ishim në shkollë, ndaq me këngë, ndaq me instrument, me fyll. I kam rënë fyllit që kur ishe i vogël dhe konkuroja në shkollë. Kam pasur një shok Enver Filej, edhe i binde fyllit. Mirë dhe i bia akoma. Ashu i bia dhe unë. I kam rënë dhe fizharmonikës. Dilja në përdasma. Po pasi u lirova nga ushtria, se atje mësova fizharmonikën. Edhe erdhëm që na Mallakastra, zbritëm në muzeqe, shkuam në Oxhar të Re, atje me pumbujësie, në për koncertet ndryshme me aktivitetet ndashme grupin muzeqeja, me themi Spiron, grupi Semanit, edhe kemi kaluar mirë, kemi pasur shumë aktivitete të ndryshme. Pasaj në përdasma. Vlerësoj muzikantët e në përdasma? Sa vlerësoj? Sot nuk para vlerësoj sot. Sot shikohet interesi, shikohet pazari. Nuk shikohet tamam ajo që mund t'japi një këngëtar realist. Shikojnë anët pozitive të dikujt, që mund këtë bere emër për diçka dhe atë e thërresin. Kurse unë jam tërhequr kam gati 10 vjetë, jam tërhequr nga dasmat. Kurse këshu në këto aktivitetet e tjera, me këngën popullore, polifonike, në këto nuk jam tërhequr. Po, luan? Me këto jam me grupin Gjergj Arjaniti, Mallakas me Guriun. Edhe kam qenë me grupin e Mallakastrës. Kemi shkuar në për aktivitetet ndryshme, në për koncerte, në për festivale, në Gjirokastrë kemi që është na 83-shi, 88-a e mrapa, nuk kemi shkëputur në festivalet e Gjirokastrës. Pasaja, në për festivale që në kanë fëtuar këshu në për Evropë. Shqiptar? Po, shqiptar dhe këshu kemi vajtur, unë për vetë time njërë kam vajtur në shumë vende, në shumë shtetet e Evropës. Mund t'jenë 13-14 shtete, se s'mund t'i përmend tërë, po 13-14 shtete, po. Me këto grupet folklorike. Po thoj se i këndoj gjitha zhanret e muzikës. Edhe muzikën e letë. Edhe muzikë, qa më këndon nga muzikë e letë? Unë kam kënduar, po nuk i gjej dot në arkiv, nuk i gjej dot. Kam kënduar këngë të Tonin Tërshanës. Bukur. Të Sherif Merdanit. Të Luan Zhegut. Edhe Luanit, po. Të këtia të Beratit. Kozmat Dushit. Si marrë po. Me këngë në Kozmat Dushit unë këtu, pavarësi se më bene qikile, nuk mund të Po mire, kanë kaluar edhe. Se kisha faktikisht pata 6 ditë para më vdik babaj. Kisha emocion. Edhe pata atë emocionin, po erdha këndova me lot në sy, unë ngritë salla në kemë. Dhe më dha çmimi i dytë. Prisja për çmim. Refrenin e kësaj si është? Se s'bujtohet refrenin. Kjo e Kozmajte?
Ja o shoku im ta kemi pritur, ti çke që rrimë njan ka që i mërzitur, është një vajzë që e dua shumë, e ku ka më bukur, por largohet sa afrohem unë, s'qen ka vajzë për flutur, prap nga dora ime, se hodhi zambakun, lot me ty o djalo, se ta di merakun, ajo më prishi gjumin, zgjojë ndrat e mija, lot me ty o djalo, se kështu është dashuria, dhe trënda fili jo nuk i qelë, të gjithë luleto me një herë, ashtu dhe pena e dashuris, të lulezojë do një pranverë, da i erdha për sëri, ty të kërkova. Si mbaj me. Me radhë gjitha se kushim i mban ment edhe nuk këndojnë kështu live ato. Kishim orkestra? Kam kënduar. Orkestra e teatrit të këtu e Bert Hoxha. po të gjitha ata, Riku e ata, Rik Hoxha. Por ishin tërë ata, ishë orkestra. Me saks, me Komplet orkestra e kompletuar. Orkestra tamam. Jo kështu një, dy, tre. Aktivitete kështu, anketa muzikore, qa? Këto beshin festivalet e zerave të rinj të klasës punëtore. Ti du me të vjen Dhe kalonin fshatarësia kooperativiste apo nga klasa punëtore? nga klasa punëtore, nga ferma që ishim ne, nga ferma. Dhe këto përzgjidheshin, kush merrte vendin e parë, kalonte në Elbasan, apo diku në një vend tjetër në Shkodra, në Korça, në ato, që besh festivali. Dhe pasaj që andëja dilnin, përzgjidheshin dhe kalonin në festivalin kombëtar në Tiranë. Nuk u përzgjidhet dot ndonjëherë apo s'kalove dot? Nuk, ashtu, edhe që atëherë unë që nuk mu dha ajo që takosh u ngritë sallën kem, nuk e arrita dot atë që kisha plan, i thash një stop asaj linje. E kupton? Mora fizamonikën në krapa, asaj në përdasma. Në përdasma kemi dalë mirë, në atë kohë ishte... Nese, kjo nuk na interesoj këto. Përdasma, po themi, publiku, flasim i publiku që nuk është ditin e 70-75, po janë të rinj, pas 2000. Si funksionon kjo dasma? Pas 2000-shit... Janë të rinj, po themi 20 vjeçar. E marrë vesh. Qa të thuash tyre për dasma, për shembull, si funksiononte? Edhe në fshat, po dhe në qytet, po më shumë në fshat, se qyteti kishte në lokale sa jo. Në fshatra ne na kam pritur mirë në atë kohë, edhe prapi presin mirë, se e bëjna hengun. Po që kur doli që u fut kjo rryma e kësaj muzikës, e ke parasyshin që zojnë e turbo folku e këta të gjitha, edhe një të marrë bena, i fut një disk atje, edhe del këngëtari që ja këndon e imiton ato që ka bërë ati jetë. Ka ikur live-i që këndonin live. Ja, si shkëndove të shqipë? Po, ku ka si muzika live. Muzika live është... Ka emocion, ndryshon ritmin, ndryshon... I këtë gjitha. Pasaj plus kësaja, unë i kam rënë fyllit, i bje cullës 2 jare. Tu në ndalem të shqipë, që ndryshimi ka fyllit nga culla? Culla është me 2, ashu, me bilbil, me 2 pozicione, dhe nëzirë ben melodi shumë të bukura. Me 2 zera? Me cullë, me 2 zera. Ka vlerën e saja që është e paqmuar. Është shumë vegël instrument i sakë. E përdor kryesisht labëria, zona e Mallakastrës, komplet. Zona e Labrisë, duke futur... Po. Zona e Labrisë, kurse edhe fylli prapashu. I bje bilbilit, zonës vejut, po i bje. Ka mënyrën time. Do t'i luajmë kështu, ky është bilbili? Po, pa tjetër. Kam bërë diçka një... Me bilbil është edhe aji, kauçuku, po më doli mirë, i kam hedhur, kam pjesë shumë që i kam hedhur në YouTube, në Facebook, në ato janë, i kam atje dhe me atë cullën, me bilbile ajo tak, zjerë një tingull,
Shumë të mirë, kam bërë disa gjëra atje. Po këta kryesisht janë melodi të qeta? Melodi të ndryshme. Që melodi të gëzuara, bën melodi, vajtimi, baritore. Bën gjitha? Po i bën, se fyllit jo. Unë kam fyllin e drurit që kam, a i nëzirë not më not. Eshtë intonuar? Eshtë intonuar, not më not. Po nota kryesore është si bemol do. Nota kryesore. Pasaj ka dhe tjera po, që punon në si bemol edhe ndo punon lirisht me të, edhe ben çdo lloj melodie që të dali. Ai është instrument, si gjithë instrumentet tjerë, pavarësisht se thonë njerëzit, hama që po ben me fyll ti, po ben një këngë, i bie fyllit, e kupton? Po jo, ai është me nota të plota dhe mund të bësh çdo lloj melodie me të. E kupton? Tash i kam parë kur i bie fyllit, mban atë notën e gjatë ose notat me shumë. Po i mban, varet se si tani atë kur i bie fyllit bën melodinë ashtu siç e kërkon ajo. Se unë nuk e dinja, po mund ta kisha marrë edhe fyllin edhe ta bëja një diçka këtu kështu që dhe ti, pasaja kam këndoj këngë të muzikare. I këndoj tamam si kur jam muzikar. Këngë përmetare, originale, për purit vlënjate, të asaj kohë, të Beratit, këto të Fierit, pavarësi se tani ka ikur e një qikë memoria se avash mosha po përëndon. Gjithë repertor. Po përëndon. Po i kam kënduar këngët korçare, të gjitha këngët të Shqipërisë mesme. Po, edhe këto ndështire. Po patjetër, kur purit e Krujës, këndoni plejt e Krujës në atë kohë. Unë i bej po thoj se originale. E kupton? Këto të Elbasanit, po thoj se të gjitha zhanet muzikore. Të gjitha zonave, të gjitha krajinave. Të mirë, Moren, ti ke rrujtur trashëgimnia, ke ty e ke trashëguar? Po, trashëgimnia jo, te fëmijët jo. Fëmijët nuk para e kanë qef, këndojnë për të kënduar. Djali i madh këndon, po thoj se gjitha rrymat. Po ka hyrë në atë rrugën e fesë. Edhe nuk i ka qef muzikën, e kupton. E shkëputur, po këndon të mirë. Edhe djali i vogli prapa shu. Edhe i vogli. Si shikon këtë problemin e mungesës trashëgimisë në Shqipëri? Se ti se ke trashëguar Guriu... Nuk e kanë qef, Jo. Qunat e Guriut nuk e di unë, po qupe Guriut këndon mirë. Këndon mirë. Po, Paskal Leonid. Po, këndon shumë mirë, jo këndon mirë. Po qunat se di, këndojnë as këndojnë qunat e Guriut, se nuk kemi... Po, nuk kemi bashkuar kështu. Kurse, për këngët e Tabanit këtu, që kemi shkuar në festival në Gjirokasë, ku shkova atëre me grupin e muzikës. Edhe valle muzikare kam hedhur. Dyshe dhe rrethshe muzikare. Dyshe është vështirë? Po, e vështirë është. Edhe të Mallakastrës. Edhe valle burrësh, edhe kështu humoristike. Pasaj, loj, këngët ndryshme që shkonim neve, unë i beja. Kam kënduar me grupin e Semanit, me Mit Monen, e merte Miti këngën e hidhja unë. Kur vadisje borzilo ka i mjeri unë, more njomje funde do, lo masë i hidhja unë, të në beja. Pse s'punon me kokën të me mendjen të ndej mjeri unë, more bere qefine dynjas. Se tash i ka filluar, gryke që mi jep një gërvishtje, një kërkërje që se kam pasur këte. Nuk e kam, pasaj e do punuar.
pas e mosha mend vetëm. Se jam i vogël, unë kalova 71, e kupton apo? Sot Shqipërinë ti në këtë trashëgiminë kulturore, në aktivitete, në Po të flasim për shtetin, nuk duhet që ta rëndoj ta shu, po aktiviteti nga shteti pëthoj se ka hequr do. Janë këthyrë çdo gjë privat. Kanë dalë shoqatat edhe të gjithë punën e artit e kalojnë shoqatat. Arti e shpika numër 1 e shtetit. Është ajka e shtetit. Arti i përfaqëson shtetin që është shteti shqiptar. As politika, as arti në mësimet, as të gjitha. Kurse arti është kyçi, që bretën për botë e thot, kujtë është kë grupë? Prezantosh. I Albaniës sot, edhe ngrihen të gjithë Eduard Trokasin, se këngët që kemi neve janë shumë të veçanta. Janë shumë të veçanta. Folku që kemi ne, domethënë se flasim këngët popullore, në të gjitha krahinave kanë atë veçorinë e tyre. Dhe mua nuk më vjen mirë kur thonë jo folku e jo këto. Kënga popullore shqiptare, sipas krahinave të ndryshme, të labërisë, të muzikës, e kupton? Po kjo është kyçi kryesor. Se kur i thua jo folku, jo turbo folku, jo ai folku do ndryshojnë, po. Kënga popullore shqiptare, kjo është del nga shpirti, nga zemra e popullit. Dhe është faqja kryesore e shtetit, është arti, për mua. Mas edhe nga boj, po tash Kemi një grup francez, duke se janë profesorë ata francezë dhe kanë kënduar në sheshin Skënderbej muzikë lapçëm, duket mos gaboj. Po, kanë kënduar. Po, Guriu. Si e shpjegon ti? Dëgjoj. Guriu bashkë me një 3 persona të tjerë. Fatmiri Ali Shameti dhe Ladi Sheu. Ramet këtë se Ladi është larguar nga jeta. Erdhën Francë, kanë shumë herë në Francë dhe kanë dhenë mësim se si këndoshin këngët shqiptare në mënyrën e interpretimit tyre. Dhe ata erdhën në Berat dhe ndenjën një javë dhe mësuan, ishin vajza, djem, dhe mësuan bazën e këngës shqiptare labe. Në thënë mallakasriote. I tërheq. Po, edhe e këndonin në mënyrë të përkryer. Kemi edhe një grup tjetër në Norvegjës këtu. Si spjegim, domethënë si kështu, Guriu edhe Aliu bashkë. Interpretimin, po. Interpretimin e tyre. Po. Si bëhet më. Dhe ndonjë po dhe u vlerësuan për atë dhe kanë vajtur shumë herë në Francë. Kanë vajtur shumë herë në Francë. Kemi edhe një grup që ka ardhur këtu. Në fakt ishte korri i mbretërisë të Danimarkës, a Norvegjisë, nuk e di. Këndoi këngë lapçe. Po, kënga labe për mua është hajka. Është hajka. Të gjithë muzika shqiptare është hajk, po kënga labe ka një veçori, se ka një burrëri të fortë brenda. Është trimërore. Po, këndohet ke edhe humoristike, ke edhe për dashurinë që këndojnë, po ke për trimërinë, po i ke të gjitha rrymat që këndon, që nga labëria, mallakasra edhe e lartë. Se këto e Gjirokastret që janë ato të gjitha grupet zona e labërisë, se ati futet edhe Gjirokastra labëri futet. Ka gjëra shumë të bukura, këngë që të manisin, jo për në një diçka, po këngë që të ngrejnë në këmë vëp. Shu ka muzikeja. Po, ka. Baza e muzikës. Që këndojnë, janë këngë të emla,
të kënaq shpirtin ai që e ndjen edhe ashtu e zbërthen se çfarë thot kjo, ç'kuptim ka. E kupton? Po. Morëm Të gjitha kanë veçorinë e tyre, Tash po flasim për muzikë, me që jemi te muzikë, edhe ti kaq vite ti. Këta muzikjarë, po themi, që kanë kënduar, i kanë kënduar, po themi, vojtjeve? Po kanë kënduar edhe vojtjeve, po ato tani kanë humbur si ashtu, nuk e di, po kanë këto këngët e vjetra që këndoheshin atë kohë, kanë humbur më tepër i përmbahen dashurisë, sidomos muzikëja më tepër e shtruar ka qenë te këto këngët e embla, jo të çobanit, jo për dashurinë, jo për... Edhe për trimërim, po nuk ka shumë këngë që i këndohen trimave të... Ka, po jo shumë. Kurse Labria dhe zona Madakase lartë më tepër këndojnë trimave. Atëre, keni një mesazh në fund të bisedës për publikun. Çfarë mesazhi ke për publikun? Në lidhje me muzikën. Nuk dua që të humbasi tradita e muzikës shqiptare. Dhe këtë u bëj thirrje të gjithëve. Sepse janë kthyer dhe dëgjojnë këngë, edhe këngë e muzikës letë ka vlerën e saja, po më tepër dëgjojnë këngë të jashtme. E një se një gjuhën merret mbas atyre. Edhe ato kanë vlerën e vetë, po nuk do të humbasi tradita. Në të gjitha rrymat e muzikës shqiptare. Dhe nuk duhet të fusin këngë, do me thënë melodi, që t'i bujtin me këto të jashtmet. Nuk më pëlqen kjo. Që të merë një pjesë që andeja na greku, ose merë një pjesë këteja na krahinat e ndryshme që e rrethojnë Shqipërinë, edhe fusin aty edhe e kupton. Baza e muzikës shqiptare është vetë kënga shqiptare. E dal nga shpirti i popullit. Po varet kush e vlerëson. Këta i bëj thjerrje të gjithëve që të mos humbasi tradita. Edhe në qoftë se do dali diçka e re, po të pëlqejet, po gjithmonë duhet mos të humbasi e vjetra. Se kalone, po paloset ajo fletë edhe ngelet ose vijnë në rryma të tjera, edhe zhduket kjo. Kjo nuk duhet zhduket asnjëherë, për mendimin tim. Nuk e di edhe ma se gaboj, po... Kemi sjellë deri këtu? Po, prandaj po them. Këndoja vajta një në përmet. Edhe mora një këngë ati. Po, nga jeti, thaj. Thashu në Madakasra, thashu po. Guri rrukullisë në muzikë të madhe. Ha, qeshje. Po mirë dhe, ti e këndoke këngë përmetare, thaj. E këndoke originale, thaj. Thashu po jemi shqiptarë dhe shqiptari duhet mos në humbasi traditën e çdo krajine. Vajta Leskovik. Leskovik ofrën njëre, po dilni hapni moj penxherejnë. Dhe më thënë, i këndonja të tëra kudo që vinim se i kërkonin, në atë kohë i kërkonin, kurse sot kanë humbur, nuk i kërkoj me këto këngët e vjetra, kështu. Ka dalë këto këngët që këndojnë këta me turbo kështu, e kanë kthyer gjithë këngët të labe, i kanë kthyer gjithë turbo folk. U ka rënë vlera atyre. Ajo është një këngë burrore, edhe ti dele atë nxjerr turbo folk edhe këta. Edhe kërcen.
Mi morem, të falenderoj për bisedën, të uroj Rrofshi qofshi, paqe të mira. Do takojmë prapë me 3 instrumenta. Tashi edhe mase nuk u tham të gjitha ashtu siç duhet, po Që shumë mirë o thamë. e mira s'ka fund, dihet ajo po. Do takojmë edhe njërë për 3 instrumentat. Po, patjetër. Dhe ti shpjegojmë edhe publikut se si funksionon syre dojare, si funksionon fyelli, edhe pipsa. Janë 3 instrumenta që kanë ngelur në trashëgimi në Shqipëri. Në Shqipëri, fyelli për mua duhet të mbrohet nga UNESCO, megjithëse kanë propozuar për mbrojtjen nga UNESCO i fyellit. Është një nga instrumentet e parë që ka dalë dhe nuk përdoret shumë në vendet e tjera të botës. Përdorin kavallin, përdor pjesa e Kosovës edhe Maqedonia, kavall me 6 vryma. Si puna e fyellit, po. Edhe ata i thon kavall. Në zonën e Çamërisë, Çamëria është Shqipëri. Ashtu. Dhe unë kam thënë në një atë, Kosova me Çamërinë janë krahët e Shqiponjës. Dhe kjo është shumë e saktë. Jo se kam thënë unë, po është e saktë. Në pjesën e Çamërisë, fyelli ishte fyelli, tamam fyelli, siç i mbiem ne zona e Shqipërisë këteja. Labrie, Mallakasre, Skrapari, Elbasani e tërë. Të njëjtë kam gjetur fyellin aty unë. Po. Edhe ata e kishin shumë qef fyellin. Kam vajtur në për këto vendet e Evropës që kam vajtur, se njihnin fare fyellin si instrument. Dhe kur e kanë dëgjuar janë mahnitur. Këtë lloj fyelli, po. Por këtë. Dhe më mori, ishim në Vjenë, më mori profesori, më majti 1 orë atje në studio, më si vendoset buza këtu, si bëhet, si del tingulli, si jepet fryma. Dhe ati i fala një fyell unë dhe ai më fali një bilbil mua, që unë i bje sot ati bilbilit. E kupton? Fyelli ka qenë instrument i parë, neve në atë kohë, bënim burie. Burie lofatet që ndeli shelku, burie. Edhe i bëni vrymat edhe i bia, asaj me pipizan këtu edhe. Më dhe ajo është njohur, ajo është... Po, është... Se më përpara doli, çdo gjë doli nga druri. Pas ajo zbulua metali, që u bën për metali, e kupton? Çdo gjë ka qenë prej drurit. Kanë qenë gajdet, në alkure baktis, i vishe, ose kalemi këtë muzikjes. Kalema që, e tak besh ajo. Po ke bërë dhe me? Pore, i kam rënë. Pore. Arti nuk ka fund asnjëherë. Arti s'ka fund asnjëherë. Do të flasi prapë. I nderuar, Rrofshi qofsh.